Kamionistët e vendit kanë filluar ta zhvendosin biznesin jashtë shtetit për shkak të rregullave të reja për hyrje dhe dalje nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat hyjnë në fuqi më 12 tetor, paralajmëron shoqata e transportuesve me kamion. Ata thonë se kjo do të shkaktojë kolaps në ekonominë e Maqedonisë dhe më pak të ardhura në buxhetin e shtetit. Në vend janë rreth 1800 kompani për transport mallrash që punësojnë mbi 15000 kamionistë dhe rreth 5000 punonjës logjistike. Веќе има кои што размислуваат и отвараат фирми надвор. Ќе се одрази на самите превозни трговски друштва, ќе се одрази на целото стопанство во нашата држава, бидејќи ние увозот и извозот во државава која е увозно зависна е во 96% случаи се превезува по пат. Приливот на репроматеријали, трговски стоки, па и лекови и други потребштини кои што ги имаме целосно, значи ќе се успорат или ќе бидат прескапи, затоа што ќе мора да се ангажираат некои странски превозници. Sistemi për kontroll elektronik të hyrjes dhe daljes në zonën Schengen është hyrë disa herë, por hyn në fuqi për 3 ditë më 12 tetor. Muratovska thotë se edhe deri më tani kamionistët tanë kanë marrë ndalesa për hyrje në BE për shkak të shkeljes së rregullit për qëndrim prej 90 ditësh, por tani kjo do të jetë shumë rigoroze sepse ditët do të numërohen me saktësi. За 2 месеца веќе ги исполнуваат тие, неполни 2 месеца ги исполнуваат, затоа што им ги рачунаат и половинка и 1 сат да останале на територијата на Шенген зоната, им го рачунаат као цел ден. Ние имавме предлог да се одложи примената или пак да се рачунаат во часови престава. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski së fundmi premtoi se do të angazhohet për të zgjidhur këtë problem, që e kanë jo vetëm shoferët tanë, por edhe ata nga vendet e treta, por për momentin nuk ka përgjigje. Muratovska thotë se për të qarkulluar 2 kamion do të nevojiten 4 shoferë dhe përveç mungesës së shoferëve, kostot e transportit do të rriten ndjeshëm.